Policia Bashkiake e Lushnjës në drejtimin e drejtorit Shpëtim Mukaj dhe kryeinspektorit Mariano Prifti nisën një aksion për zbatimin e ligjit ndaj tregtarëve që ushtrojnë aktivitet në mënyrë të paligjshme në kioska të improvizuara përgjatë akseve rrugore Lushnje-Rogozhin dhe Lushnje-Berat. Këta tregtar janë larguar nga këto zona pasi prania e tyre përbën një rrezik të vazhdueshëm për drejtuesit e mjeteve, duke qenë se këto janë ndër akset kryesore rrugore dhe me qarkullim të dendur. Ky aksion vjen si pjesë e punës së përditshme të Policisë Bashkiake në bashkëpunim me institucionet përkatëse dhe me mbështetjen e Bashkisë Lushnje për garantimin e rendit, sigurisë dhe zbatimit të ligjit. Përfaqësuesit e këtij institucioni theksojnë se puna në terren mbetet një sfidë e vazhdueshme, por rezultatet e deri tanishme tregojnë për kushtimin dhe seriozitetin e efektivëve në përmbushjen e detyrës. Policia Bashkiake e Lushnjës vijon të konsolidojë rolin e saj si një strukturë e rëndësishme në shërbim të qytetarëve, duke kontribuar në rritjen e standardeve të sigurisë dhe rendit publik në drejtimin e Bashkisë Lushnjë.